Dita e djeshme rezultoi e tmerrshme për pushuesit në Bregdetin e Durrësit, ku në disa raste është kërkuar ndërhyrja urgjente e ambulancës për shkak të përkeqësimit të gjendjes shëndetësore të qytetarëve. Ngjarja më e rëndë ndodhi rreth mesditës në zonën e sektorit Rinia, ku një burr humbi jetën për shkak të vonesës së ambulancës, e cila mbriti në vendngjarje mbi një orë më vonë pasi ishte njoftuar. Qytetarët e pranishëm tentuan të japin ndihmën e parë të ndjerit, por përpjekjet e tyre ishin të kota, pasi ambulanca mbriti tepër vonë. Madje sipas burimeve për redaksin ton, mjeti shëndetësor mbriti pas staf mjekësor. Por kjo nuk ishte e vetmja situatë alarmante. Në mbrëmje u raportua një tjetër rast i ngjashëm në Gjirin e Lalzit, ku një qytetare denoncoi vonesën e ambulancës pas përkeqësimit të gjendjes shëndetësore të babait të saj. Sipas saj, ambulanca mbriti pas më shumë se 30 minutash dhe si në rastin e mëparshëm, papajisjet e nevojshme për ndihmën e parë. Ndërkohë që pushuesit përballen me situata të rrezikshme për jetën, ambulanca që administrohen nga Skënder Brataj, duke se nuk përmbushin as standardet minimale për ndihmën emergjente. Ironikisht, ndërsa nuk është dhënë asnjë reagim zyrtar për këto ngjarje dramatike, vet Brataj është shfaqur në rrjetet sociale duke shpërndar video për rrezikun e peshkaqenëve në Egjipt, një sjellje që ka shkaktuar indinjat në publik.